thrasun me mal, për mos rezon djeliman. O vendim, të thrasun me mal, për mos rezon djeliman. Ku janë ato fusha, ku ato këquba, vajza të bukura, si në vendin tim jo nuk kam. Raporti tyre nisi si profesor dhe nxënëse në shkollën Haxhi Zeka në Istog, por me kohë krijuan një mirëkuptim i natyrshëm në muzikë. Argjend Osmana e mbështeti nxënësen e tij Mirjeta Ferizi për te orëve mësimore, duke e parë potencialin e saj në muzikë. Po dhone si çdo fëmijë ashtu talentin ma sporti e kanë vrejt në shkollë. Më thonë, mësuesi i edukatës muzikore ka vrejt atë talentin që e kam unë, edhe pastaj kemi fillu kështu me ditat shkollës, me organizime që i ka pas shkolla, dhe fillimisht aty ka ardhur ideja që edhe dëshira që me u marrë me muzikë. Po ashtu këto të familjarët kanë këndu najkush, po nuk është marrë dikush profesionalisht me muzikë. Edhe unë përkraja kom pas shumë të madhe prej familjes, edhe ata kanë qenë shtytësit më të mëdhej në karrierën tënde. Unë për vete e kom kuptu që kam talent në muzikë kur isha në klasë të 6. Atëherë fillova të merja me muzikë shumë a shumë, me arsimtaren time Vanessa Nimonaj, e cila më ka përkra deri këtu, që më merë edhe me profen Argjend, po ashtu edhe familja normal. Argjendi i rrëfen fillimet e tij si profesor muzike dhe për kushtimin ndaj nxënësve. Po fillimisht normal pak ashtu me emocione, ka qenë se unë e i ri pak edhe me hi si profesor ish kogja një eksperiencë e mirë, normal, po edhe e vështirë njëjtën kohë. Sepse përgjithësia është kogja e madhe si me nxënësat, si me kolegët dhe si me gjithë, s'ku të hysh në një rrugë moshë të re. Edhe ka qenë një mundësi e mire, ku më shfrytzu si të atë mundësinë dhe jam shumë i kënaqur për këtë pjesë. Është angazhim, po edhe është kogja një përgjegjësi e madhe, se për shembull unë dal para nxënësave dhe tash do na mbrojt edhe çka po postoj në rrjetet sociale, kënej me muzikën që e kam, me dasmat, me ahengjet, me këngët e mia, sepse në farë mënyrë unë edhe jam model për nxënësat e mi, dhe kështu është përgjegjësia pak më e madhe tani se sa para se me hy në mësimdhënie. Po lindat e talentat, besoj që shkolla jonë ka shumë talenta. Do më thonë, sot jemi me Mirjeta, mirë po Mirjeta nuk është e vetmja që ka talent për muzikë këtu në shkollë. Te na ka shumë talenta, mirë po sot e kemi përzidhur Mirjetën me këndu bashkë një këngë. Kështu që ka shumë talenta, dhe besoj si për vallëzim, si për këndim, punojmë vazhdimisht me orë praktik, teori, edhe e dojnë orën e muzikës, kështu që kalojmë shumë mirë me ta. Ndërsa Mirjeta tregon për orët që kalojnë bashkë, duke kënduar dhe mësuar çdo ditë e më shumë. Me profen Argjend kalojmë një orë shumë të mirë. Paka shumë varet edhe prej disponimit tonë, ndonjëherë këndojmë, vallëzojmë, po ashtu merrem edhe me libër. Me profen Argjend marrim shumë orë këndimi, domethënë praktikojmë shumë herë një këngë, derisa të forcojmë atë këngën në nivel të mirë. Unë mendoj këngë popullore, ma shumë, e kam edhe pak operë, po personalisht mendoj ma shumë popullore. Edhe muzika klasike i shkon shumë Mirjetës, sepse si zash soprano edhe mendoj që i ka hije kogja shumë edhe muzika klasike, muzika popullore po ashtu, kështu që besoj mundet me vazhdu. Edhe po Mirjeta e ka falcetën e ka shumë të mirë edhe i mbrin ato nota pa pikë problemi. Edhe habia jam e ka qenë pikërisht aty se te notat e larta shpërthen ashtu edhe i mbrin shumë mirë notat e larta.
Në fund ata theksojnë se synojnë të mos e mbyllin këtu bashkëpunimin, por ta zhvillojnë më tej përmes projekteve të reja muzikore.